Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë gazetare për mdoket është se nuk për njoh për herë të parë për shoh duke fol për Albin Kurtin. Edhe më pëlqej ka fort se ka fol shumë mirë. Domethënë po ja di Karani. Kështu që shkojmë të ndëgjojmë së bashku të diskutojmë. Për momentin është e vërtetë që është baba tash. Fushata, është e vërtetë. Sa i përket çfarë analizës tonë që tha shumë sakt. Albini është njeriu më i mëshëm në Kosovë i viteve të fundit, është shumë e vërtetë. Ai të palon çdo debat. Ai të palon çdo debat. Kështu se pas tani Halavić. Shumë fjalë sakt, shumë fjalë me vend. Ai të palon çdo debat. Do me thonë që nuk ka konkurencë. Jo në debatën në Kosovë, po në Ballkan, në Evropë, në Amerikë, ku dush, ky po i palon tonë. Respekt për këtë komentator o çish dush e quaj, nuk po e di se s'pe njoh, se dikush është. Kjo është diçka e pa rritshme, çka po thotë kjo. Kjo që po thotë, kjo është e vërtetë sepse është ashtu. Na kemi edhe pe hupëm, pe shajmë, po ofendojmë. Kurse ata që se kanë, pe kërkojnë. Edhe Parlamenti Evropian ka paston para një 5-6 muaj që Parlamenti Evropian ka nevojë për një Albin. Edhe na jo, po mendoj si popull Kosovës, si një 40% e popullit Kosovës, thonë jo ky hajn, jo ky i Serbisë, jo ky punon me Serbi, këtë të ndëgju ata të partive tyne. Ma një vllazën lakë se s'bën kështu. E keni gabim, mos u habetni. Është ma shumë se gjysa e popullit është me Albin Kurtin. 80%, 90% diasporës është me Albin Kurtin. Në Amerikë, po ashtu njësoj. E në Australi, në Kanada, ku do që jenë. Përgjithësi shqiptarët jem 60-70% me Albinin. Do me thonë, na këtë jem në budal, zdim sen, s'kem lezu sen, s'kem su sen, nuk kemi pa sen, e jo, ko këtë matë meqë se këtë na. Do me thonë, lidhë këtë për të këtë akënisma, jo këtë matë meqëm se na. Bravo e këtë. Ajo kretë, lidhë këtë për të këtë akë, nuk i keni, so këtë i vetëmi, si Albin 400.000 vota. Na në pak o latë lakë, që në kishtin këto? Që jem ka bojmë. Po, shkojmë, e diskutojmë prapë. Shumë është i meqëm. Këtë vjen që na e dim, na njerës dhe i dikon që këna lezu dhe shka na e dim që Albini edhe në filozofi o shumë. A përqe, njerës që lezojnë, i kapin senet, najrë, edhe ta tregojnë të vërtetën. E ata që s'ka ledzu, edhe ngojnë vetëm kryetarët e partive tyne, sepse i dojnë, është diçka tjetër. Ose pse ka qenë luft, e donë, ato e dojnë tonë. Çdo kush që kur luft ka kontribu, edhe njerë po thonë, mja i që ka pu që me përkullem. Por nuk po flasëm për politikë, miq të dashur. Unë falni, nuk po flasëm për luft, po flasëm për politikë. Kur vjen pyetje politika, ata që jenë një politikë, në 80% për tyne, komandon të ashtar, qenë politikë, këtë kanë vjellë. S'pja thamë në këto. Me ka thonë bota, këtë në për akiva, që më sëmë gjykoni mu, para gjykoni mu, sepse unë pja thamë, qëka është në arkiva. Qëka ka dëshmi, që javë kanë gjetë, me funit ke ndërtesa në Lakrisht, 27 katë, 24 milionë e 4 persona të opozitës. Ta shtaj dini dhe jo. Tu s'besoj që keni me shtu diçka se me i diçka. Kurse opozita, 20 vjetë, nuk ka mendu e për thmi në Kosovë, që ka? A shikaron mena e pumbile. Absolut. A ka plaka, pleqa, invalida, sene.
qatë sa i ka lonë, që i kanë rritë rrogën në fillim, në vëllon, qatë i ka lonë edhe mirë por. E për veti merre. Nuk shkon bre, nuk shkon kulli me ujë gjithë, mytet. Po, misë të dashë prapë, ju deni. Të vazhdojmë. Po, ka hidhën vetë psikolog, po kam duket që tash ka energji shumë ma shumë se përpara. Energjia ti mu po më pasionon. Më thonë njeri gjatë gjithë kohës mundet veç me u dopsu, si krejt, me mosh, që shkojmë dopsuon, në dhem dikur, ky njeri ka full energji tash. Si Monique Saliu prapë mendoj që si Monique Saliu, në më thonë Monika Saliu, por me të vërtet nuk për e di kush është ka folë në televizion, por unë nuk për një kush është, s'pedi, por shumë respekt për këtë Monikën, sepse për folë realitetin. S'po anon, për folë ato që është, ato që ka po këtë bota, ato që i thot këtë bota. Kosovës i duhet Albin Kurti, është i Kosovës. Kosovës i duhet Albin Baba, është i kohës, për i recitoj fjallët e sajna. Tash, çka me thoni se thashë? Edhe opozitët thashë. A keni me shtu diçka, a keni me heki diçka? Po do vazhdojmë edhe pak edhe shofim. Cent. A pëndëgjani o politikana, o politikanët opozitës, ato që i kini vidhë, këtheni o burë, këtheni vëlla se kini bollë, këtheni edhe ndoshta e rekuperoni autoritetin e juaj. Por në të vishë e kini problem. Pa këthi këto që a kini marë, është shumë problem. Shkujmë. Jo ku dihet që është vini, që dikush kur të rritet do t'jetë multimilioner e dikush do t'jetë plus bashkënisë. A në që që bjen kjo? Si me lujt futbol e stadiumi i tjerë. Fusha e gjelbërt e tjerë. Tjeki kullën në poshtë, aje ka portë të dalë të hajde lujna futbol. Jo një herë me drejtojnë fushën e pas një po lujnë. Bravo. A këptut me që të dashër. Në herë e drejtojnë fushën, kjo të thotë, po buhën baras, e fëmija në Kosovë buhën baras, si një politikani, si një qytetari, edhe atë lujnë futbol. Ama jo, një fëmija politikani ka e vozit për shepa në mera, e BMW-ja, Matrejat, e Mercedesat, edhe qytetari, fëmija qytetari të poshtë. A, këto shkojnë, këto bëllë. Kështu në shkojnë. Apo si politikan, ka 4-5 vila në Marigon, e në Lakrisht, e Mizis Prishtine, restorane ka silën, që jasë në Amerikë s'ka asi për poshtë në Prishtinë. Para ditë e qyknena, ma ditë e qyknena. Albini jonë si ka këtu. Po dhe si banë, që si vinë këto. Këpë do me vdekë si kur patriot i shqiptarëve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, anë e banë botës. Miqë, respekt të dashër, opozit, inshallah më leni men, inshallah në gjikoni pak, për juve keni, jo për neve. Se na jena ku jena. Respekt për se cilën.